Superliga e basketbollit shqiptar të meshkujve ka zhvilluar ndeshjen e dytë të finaleve të play-off mes Beslidhjes dhe Teutës. Raundi i dytë i finaleve të Superligës së basketbollit shqiptar për meshkuj për sezonin 2024-2025 është transferuar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Takimi mes dy skuadrave pretendente për titull është zhvilluar të hënën në orën 18. Ndeshja ka qenë e fortë mes dy skuadrave Beslidhjes dhe Teutës, që përfundoi me rezultatin 123-71. Pjesa e parë ishte e ekuilibruar mes dy skuadrave më të mira të Superligës, të cilat kanë kërkuar fitoren. Por në pjesën e dytë, lezhjanët arritën të fitojnë 49-35. Të dyja skuadrat kanë luajtur fort deri në momentet e fundit, duke mbyllur takimin në favor të Beslidhjes. Për ekipin e Teuta Basket shkëlqeu Paull me 42 pikë. Kujtojmë që titulli për ekipin që do të fitojë Superligën vendoset me 3 fitore në një seri me 5 ndeshje finale të play-off.